Vazhdon kampionati 5x5 mas. Doke. Shumë interese në mes ekipeve të rajonit të Shkodrës, sapo ndeshja midis Spitalit Rajonal Shkodër dhe OSES-i, Spitali Rajonal në rezultatin e ngushtë 4-3 me Elvin Shalën, kapitenin e ekipit të OSES. Shumë rivalitet, shumë emocione kjo ndeshje. Po, ndeshje shumë e bukur, rivalitet. Shkuma aty, normalisht në moment fundit e bën diferencën edhe fati edhe ka ishin mirë me fot drejtën, kështu si komplimenti total. Përgjithësi si kampionat kur jemi futur në javën e 4, cili është opinioni juaj? Kampionat shumë i bukur, është një risi. Tamam është një organizim shumë i mirë, e kena thënë edhe herë tjera që sinqerisht bravo i qoftë organizatorëve. Ka rivalitet, është argëtim, është kënaqësi, domethënë po kënaqen me fot drejtën. Edhe se na ngosin mbrapsht janë orare që për i punët e në sport, por gjithsesi është shumë bukur dhe na përshijoj. Ju pam në fund të takimit patët shumë debate me lojtarët tuaj të formacionit ndoshta. Nëse këta nervat e lojës se kishin mundësi e hub me portën, si tush me portë bosh. E më tepër është janë nerva lojët, po marrën aty. Kështu që patët përballë lojtarë të fortë nga Spitali Rajonal. Shumë mirë, po. Jam që dhe mjekët e njohur se nga janë lojtarë me janë karaktere, nuk kulshojnë. Kështu që na mund me fije me ta thënë drejtë menduar se nuk kanë edhe kaq mirë, por tamam që janë mirë. Bravo i qoftë. Cilat janë objektivat e OSES-së në këtë kampionat? Na kena një fitore, kishim mundësi edhe sot me thënë drejtën, në kampionati janë edhe faza tjetër, kështu që besoj se kena marrë edhe naty u konsoliduar edhe më mirë me ekipin, sepse normalisht kena lojtarë që nuk i njohim ala, nuk kena kasena të azhënuar ashtu si duhet, por na po kënaqen. Ka rëndësi se fundi është një aktivitet për çef. Ishim me Elvin Shalën, ndër futbollistët më të mirë në fushë sot, edhe pse skuadra atje humbën me një gol diferent, por se kapiteni i skuadrës dha gjithçka më të mirë në fushën e lojës. Elvin, faleminderit dhe suksese në javën e ardhshme. Shumë faleminderit.